Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 20 vatra zjarri, nga të cilat 9 mbeten aktive dhe 1 nën monitorim. Në operacionet për menaxhimin e situatës janë angazhuar 235 forca operacionale dhe 33 automjete zjarrfikëse, të mbështetura nga 140 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 2 avion air traktor. Vatrat kryesore mbeten Gojan Xhexhan Puk, ku situata mbetet problematike për shkak të erës së fortë dhe terrenit të thyrë, Mal Milot Kurbin, vatra avion aktive, por rreziku për banesat është eliminuar për momentin. Në Dajt Tiranë ka reaktivizim të vatrës, por nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në operacion janë angazhuar MZZ dhe AZM dhe FA, me mbështetje nga 1 helikopter. Në Dukat Vlorë zjarri në zonën e Shatës është përhapur gjatë natës në drejtim të malit. Në terren operojnë forcat vendore dhe 40 efektiv të forcave të armatosura dhe 2 avion air traktor, aktualisht nuk rrezikohen banesa. Në Ballaxhia e Memalia i zjarri është nën kontroll dhe larg banesave. Vatra të tjera aktive raportohen në Kalivaç, Shtuf, Gjormë të Sipërm dhe Hotolisht, ndërsa vatra në Lufaj Mirdit është nën kontroll dhe nën monitorim. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile vjen të ndjek në mënyrë të pandërprerë situatën në të gjithë territorin e vendit, në koordinim të ngushtë me prefekturat, bashkitë dhe të gjitha strukturat e sistemit të mbrojtjes civile. Kapacitetet operacionale mbeten të angazhuara në terren dhe në gatishmëri për të ndërhyrë aty ku situata e kërkon, me prioritet për mbrojtjen e jetës, banesave dhe pasurisë së qytetarëve.